Fjala sot. Falënderim. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është falënderim. Pavarësisht momenteve të vështira në jetën tonë, ne jemi të ndërgjegjshëm se kemi edhe shumë gjëra që na japin kënaqësi e na gëzojnë zemrën. Familja, fëmijët, puna, shtëpia, shëndeti e shumë të tjera. A keni ndaluar ndonjëherë të mendoni për këto? A keni menduar ndonjëherë se Zoti është ai që na jep gjithçka që kemi? Por mbi të gjitha, a keni menduar ndonjëherë se Perëndia ynë bujar na jep shumë më shumë se gjërat që i shohim dhe i shijojmë për ditë? Ne ju ftojmë të ndiqni programin tonë të sotëm për të mësuar për diçka më të madhe që Zoti na ofron, për të cilën duhet të jemi falëndërues e ta lavdërojmë atë çdo ditë të jetës sonë. Një nga ditët më të pazakonta të vitit për mua është e premtja e zezë. Më duket shprehje shumë e çuditshme, por në përgjithësi është pas ditës së falënderimit. Tani, falënderimi ynë për Perëndin duhet të jetë diçka e përditshme, por mua më duket e tillë se menjëherë pas ditës së falënderimit, çdo dyqan apo kompani shitjesh, të paktën në Amerikë, përpiqen të tërheqin gjithë njerëzit nëpër dyqane për të blerë. Disa nga dyqanet hapen që në orën 6 të mëngjesit, sepse njerëzit janë në radhë për të blerë artikuj me ulje çmimi. Kjo për mua është e pazakontë. Pasi kemi falënderuar Perëndin në ditën e falënderimit për gjërat që na ka dhënë dhe ndihemi të kënaqur e të bekuar që ai na ka dhënë gjithçka që na nevojitet, ditën tjetër shkojmë për të blerë më shumë gjëra. Madje shtyjmë njëri tjetrin në radhë dhe bëjmë çmos për të marrë atë që mendojmë se po e gjejmë me një çmim të lirë. Shumica e njerëzve, po të jenë sinqert, kur udhtojnë në një vend për herë të parë, blejnë diçka për cilën ai vend është i shquar. Për shembull, mund të jetë një objekt prej druri, lëkure apo diçka mundafshi e tjerë. Ata thjesht duan të marrin me vete një kujtim nga ai vend. Dhe ndonjëherë mund të shpenzojmë më shumë para nga sa duhet të shpenzojmë. Nëse vini në shtëpinë time, do të gjeni gjëra nga Afrika, Evropa, Kina, Izraeli, nga çdo vend ku unë kam udhëtuar. Dhe unë jam shumë i rrëmujshëm, sepse koleksionoj gjëra. Kështu, në këtë rast, jam duke i folur edhe vetes sime. Të gjithë kemi shumë gjëra. Mirë po, ndërsa plakeni, ju filloni të kuptoni se nëse do të lëvizni në një shtëpi më të vogël, ku do t'i çoni, ku do t'i fusni gjithë ato gjëra? Dhe mendimi tjetër që ju vjen është se duhet t'i shisni disa prej tyre. Mund të jetë një pikturë apo një objekt arti dhe ju mendoni se sa do të paguante dikush për të, çfarë vlere ka ajo e kështu me radhë. Një ditë kalova pranë një dyqani që shiste librat përdorur dhe në një raft pash një nga librat e mi që e kisha shkruar 10 vjet më parë. Unë ndjeva keq që dikush kishte vendosur ta shiste librin tim. Do doja që ta kishte mbajtur. Dhe sa më shumë mendoja për këtë, aq më shumë më shtohej kurioziteti. Unë e di se këto dyqane i shesin shumë lirë librat. Kështu, e mora librin nga rafti dhe u habita e u kënaqa në të njëjtën kohë që çmimi ishte $5. Mendova, sa mirë që e vlerësoj librin tim. Edhe në këtë dyqan me librat përdorur, vlera e tij ishte e lartë. Në fillim, doja ta blija vetë, por pastaj mendova ta lija për dikë që mund të përfitonte diçka prej tij. Pra, vlera e librit është aq sa dikush është gati të paguaj për të. Unë kam disa shembuj ekzemplar kockash dinozauri në shtëpi që kanë vërtet vlerë. Dhe gjëra të tilla është e vështirë t'i gjesh sot. Por thelbi është se ne koleksionojmë gjithë këto gjëra dhe asnjë prej tyre nuk do t'i mbijetojë shkatërrimit të botës. Asgjë nuk do të jetë me ne në qiell. Lavdi Zotit. A nuk do të bëhej rrëmuj qielli po t'i merrnim të gjitha me vete? Të gjitha këto gjëra janë të kota. Nuk ka përse të kemi një shtëpi më të madhe, një makinë më të shtrenjtë. Nuk ka përse të kemi gjithë këto gjëra që në të vërtetë nuk kanë fuqinë të na sjellin më shumë kënaqësi dhe gëzim.
Kur mendoni për falenderimin e vërtet, një nga vendet për të lexuar për këtë në Bibël janë psalmet e Davidit. Psalmi 100 është shumë i bukur. Ai na thot se ne duhet të hyjmë në portat e tij me falënderim. Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde. Kremtojeni, bekoni emrin e tij, sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat. Këto janë gjërat për të cilat duhet jemi falënderues. Këto duhet i japin kënaqësi jetës sonë. Shikoni fëmijët dhe niprit e mbesat tuaja. Shihni bashkëshorten apo miqtë tuaj. Nëse jeni beqar, shikoni njerëzit që respektoni e nga cilët doni të mësoni. Nëse jeni fëmijë, shikoni prindrit tuaj. Ka shumë gjëra për të cilat duhet të lavdërojmë Perëndin. Mendoni se sa shumë ju ka bekuar Zoti dhe se si ai ju ndihmon të ecni përpara, sidomos nëse jeni të krishterë, dhe shpresoj të jeni. Por, nëse nuk jeni, na shkruani dhe ne do t'ju ndihmojmë të gjeni në fjalën e Perëndis tekstet ku ai ofron dhuratën e shpëtimit, dhuratën e faljes përmes birit të tij Jezu Krishtit. Ju mund të luteni bashkë me mua. Perëndi, dua të besoj në birin tënd Jezu Krishtin. Dua të besoj tek ai, që të kem faljen, e kështu përmes besimit që ti do të më japësh, unë të di se ai është shpëtimtari im personal dhe se unë mund të kem gëzimin dhe sigurinë që jam i shpëtuar. Pas kësaj jete, unë do të jetoj me ty përjetësisht në qiell. Kërkojeni atij këtë me besim. Perëndia thot se ai nuk e refuzon kurrë dikë që vjen tek ai. Nëse vini tek ai duke e kërkuar atë me besim dhe duke dëshiruar faljen e tij, do t'i keni këto. Mos jeni të paduruar me Perëndin. Ndonjëherë ne shohim se dikush në familjen tonë kthehet shumë shpejt. E ndonjëherë shohim se dikush lufton muaj e vite, ndoshta për t'u kthyer. Mos u shqetësoni për këtë. Në mbretërinë e Perëndis, fara të ndryshme rriten me shpejtësi të ndryshme. Nëse merreni me lule, bim apo perime, ju e dini se farat janë të ndryshme. Disa rriten shpejt e disa të tjera kërkojnë një kohë më të gjatë. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për besimin. Perëndia e sjell besimin tek shumë prej nesh. Shumë pagëzohen që kur janë fëmijë, por shumë të tjerë pagëzohen në moshë të rritur dhe për ta është një betejë më e gjatë. Por mund të ndodhë edhe shumë shpejt, siç ndodhi me palin që mund ta lexoni tek Veprat e Apostujve kapitulli 9. Nuk ka rëndësi se sa shumë zgjat. Thelbi është se Perëndia kurrë nuk do ta refuzojë dikë që vjen tek ai. Ky është premtimi i tij. Prandaj, ejani tek ai pikërisht tani dhe thoni: Perëndi, dëshiroj faljen që ti ofron përmes birit tënd Jezu Krishtit. Më udhëhiq drejt besimit. Unë dua të besoj. Largo çdo dyshim nga unë dhe më jep mrekullinë e besimit të birit tënd Jezu Krishtit, që unë të shpëtohem dhe të kem gëzim, paqen, lumturinë dhe sigurinë e shpëtimit. Për këto gjëra duhet ta falenderojmë Perëndin. Hidhni syt rreth jush. Lavdërojeni Perëndin për familjen, miqt dhe të krishterët e tjerë rreth jush. Falenderojeni atë për shëndetin tuaj dhe nëse jeni të smur, kërkoni shërimin e tij. Megjithatë, falenderojeni Perëndin për dhuratat frymërore, dhuratën e faljes, dhuratën e shpëtimit, dhuratën e gëzimit të plot, dhuratën e paqes së mendjes, për faktin që jeni fëmijë të Perëndis. Falenderoni Perëndin. Perëndia është një Perëndi bujar dhe na jep gjithçka që na nevojitet me bollëk. Dhe ai dëshiron që ne t'i shijojmë këto dhurata dhe të shkojmë tek ai me lavdërim dhe falënderim. Por dhurata më e mrekullueshme që ai na ofron është gëzimi i tij, paqja e mendjes dhe siguria se një ditë ne do të jemi përjetësisht me të në qiell. Dhe të gjitha këto mund të bëhen tonat nëse ne i marrim dhuratën e shpëtimit të tij përmes birit të tij, Jezus Krishtit. Nëse keni pyetje për këtë temë, apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.